Po, më trego. Mbaj mend nga fëmijëria ime, pjesën kur babi mbante armat mbi dollap. Dhe ne që ishim të fiksuar që të na vriste nga momenti në moment. Ai vinte gjithmonë i dheur dhe në shtëpi nuk ishte një ditë e qetë. Jetoja me frikën se mund na vriste në çdo moment. Shkallët e pallatit ishin streha ku arratisesh nga këto makte. Dhe mbyllja veshët për të penguar ato britma që edhe sot i kam në kokë. Armën i mbante mbi dollap, më duke vetja e padukshme dhe kush e di sa herë mendoja t'i jepja fund jetës. 16 vjeç, babe më çoi tek burri dhe unë e pranova si shpëtim. Më mbyllën ëndrat, u ktheva në shërbëtorën e shtëpisë dhe rrita fëmijët. Shpëtimi im ishin librat, por në familje më bullizonin për këtë gjë. YouTube u bë shkolla ime, ku pak e nga pak nisa të mësoj mbi estetikën. Me lekët e mbledhura nga ditëlindjet, vendosa të hap një gjë timën, të vogël. Familja e tij nuk më mbështeti, por unë doja patjetër diçka që të më hapte dritaren e zymë të shtëpisë. Ashtu bëra. Duke punuar dhe duke mësuar, sot kam arritur të kem një biznes të suksesshëm, por asgjë nuk më bën të lumtur. Prindrit e mi janë të ndarë. Me babin nuk kam fare komunikim. Kur linda fëmijën e parë, e mora në telefon dhe i thash: "Je bërgjysh", më tha: "Nuk dua t'ja di për pjellën time, jo më për pjellën e dikujt tjetër." Kaluan vite dhe kur më rritën pak fëmijët, i mora për dorë dhe i shkoj në shtëpi. Mendova se duke parë nipat, do t'i zbutej zemra, por ai më doli tek dera me armë të ftohtë dhe më kërcënoi që të ikja. Vëllai im është bërë identik si babi, pi dhe është i dhunshëm në familjen e tij. Por gjëja që më vret më shumë është fjala e mamit, e cila më thot: "I ke ngjarë babait tënd." Kjo është historia e Donës, një vajzë e cila u rrit me frikën e vdekjes. Çdo ditë priste që babai i saj të merrte armët dhe t'i vriste. Dona është pseudonimi i saj dhe atë e kemi në linjë. Dona, përshëndetje. Përshëndetje dashur. Dona, jeta jote sot vjen në një kontrast ndryshe nga i fëmijërisë. Ti je një grua e rritur, e realizuar, por si ndihesh ti në të vërtetë? Duke menduar fëmijërinë time si kam qenë, e vlerësoj veten sot ku jam. Por ama besoj që s'jam rritur akoma thellë brenda meje. Çfarë mendon se të ka ngelur pa rritur brenda vetes? Mendoj që jam bërë grua akoma fëmijë. Ishe 16 vjeç kur babai të çoi tek dera e bashkëshortit. Besoj që nga të gjithë hallet dhe nga letra që është lexuar, mendoj që jam rritur akoma dhe fëmijë dhe më përpara se 16 vjeç. 16 vjeç e kam quajtur retën të madhe. Sot kur e kujton atë moment dhe kur ti more vendimin dhe the po, do martohem, e ndije veten gati? Ka qenë rrugë shpëtimi për mua. Aq maks. Nuk e dija fare se çfarë ishte burri në atë periudhë që kam qenë. Por ideja që nuk do isha më në një shtëpi lufte, unë kam quajtur gjithmonë shtëpi lufte shtëpinë time. Besoj që do isha të paktën do isha i qetë. Dhe në fakt isha më qetë. E kujton dot Donën e vogël, Donën fëmijë, Donën të lënë jashtë vëmendjes, në atë ambientin që ti e përmende sot si një mjedis lufta? Unë kujtoj thjesht një vajzë që kam mbijetuar në një familje që ishte shere, kishte pije, kishte dhunë. Kur nuk jam pyetur nëse kisha frikë, nëse isha mirë, nëse po ishaja diku, se përgjithsisht futesha poshtë taolinës, dilja te shkallës shpesh ishaja. Dhe më mungon ajo pjesa që unë s'kam pasur kur një prind që të më puthi ballin, që të më levatoj si që janë gjithë gocat. As ka mami nuk të vinte? Mua kjo pjesa më ka munguar gjithmonë. Dakor, babi ishte alkolizuar, babi dhunonte, mami? Besoj që mami kishte hallet të tjera se do kujdesesh si t'ja dilte në fund të muajit, si të mbulonte shpenzimet, si. Nëse mami im është tipike gruaja e dhunuar dhe ne jemi, domethënë, fëmijët që kemi parë këtë dhunën. Nuk ushtronte dhunë të neve, por më shumë të mami. Megjithatë ti i ke në kujtesë armët që babi mbante mbi dollap. Dhe gjithmonë ke jetuar me frikën se një ditë ato armë mund të shkrepeshin ndaj jush. Armët ishin, domethënë, nëse të gjithë njerëzit festonin ditëlindje. Po. Unë nuk mbaj mend të kem festuar një ditëlindje. Unë nuk mbaj mend të kem pas një tort. Më thonë, në shtëpinë tonë ka pas vetëm armë, dhe ato armët rrinin mbi dollap. Dhe ishin armët që ne na kërcënonin gjithë kohës që do të vras sot, do të vras nesër.
Domethënë ne jetonim në një shtëpi që priteshej që nga momenti në moment do vriteshim njëri prej nesh. Fatmirësisht, pavarësisht dramës edhe kësaj panorame kaq të errët që ti sjell në kujtesë nga fëmijëria jote, jeta jote ndryshoi disi kur u martove, 16 vjeç, e vogël, por zgjodhe një familje tjetër për më shumë qetësi dhe më shumë siguri. Si erdhi kjo periudhë tek ty? Ishte periudha më e qetë e jetës time, domethënë unë kisha parë një shtëpi që vetëm kishte sherr, vetëm kishte luftë. Dhe hyra në një familje ku pash çfarë ishte familja. Domethënë unë deri në atë moment nuk kam parë kurrë se si është një familje e lumtur, si është një familje të ulen gjithë bashkë të hanë, si është një familje kur festojnë ditëlindjen. Domethënë ishte hera e parë që unë dëgjoja kur i thonin fëmijëve vetë keqen babi, unë se kam dëgjuar kurrë nga babin të keqen babi. Unë babin tim e kam urryer gjatë gjithë jetës time. Dhe unë traumat që kam sot dhe fal kursat kemi jetë. Dhe unë sot e kësaj dite nuk flas me babin tim. Po në fakt, janë disa detaje që erdhen edhe tek rrëfimi në letër, në nisjet e emisionit që janë vërtet shumë të dimshme dhe të paimagjinueshme për sjelljen e një babai ndaj fëmijës së tij, por doja të dija sa nga këto trauma ty të shoqërojnë akoma, Dona. Unë sot jam me fëmijë vet. Dhe jam kujdesur shumë që mos kenë kur trauma. Jam kujdesur shumë që për afër, jam kujdesur shumë që çdo gjë që kanë të shprehente unë. Ama unë nuk kam qenë kurrë e lumtur dhe nuk di si ta jap lumturinë dhe nuk e ndjej lumturinë. Edhe sot që Që është një gjë që mua më mungon, edhe sot që flas, unë ndjej veten shumë bosh brenda. Nuk e di se cila pjesë e jetës time apo ku kam ngecur. Unë thellë, pse i kam të gjitha sot. Kam një lloj boshlliku brenda vetes. Do të përpiqemi ta zbërtej më vonë edhe gjatë pjesës që do zhvillojmë edhe terapinë me Jonën, por dua të ecim pak në historinë tënde për të kuptuar se si erdhi martesa tek ty edhe ishte ajo që ti vërtet prisje, pra lumturi, respekt, dashuri. Ndoshta ishte shumë herë dhe nuk e dija fare se çfarë është martesa, po ama ishte një familje e qetë. More dashuri në familjen e bashortit tënd? Shkonin me njëri tjetrin, mora dashuri. Ndoshta jo atë që unë prisja, po që mora dashuri. Mora dashuri si nusa. Sinusa. Pse e thekson këtë sinusa? Ka pasur diferencime në familje, le të themi midis vajzave, dihen vetë familjes së teje. Se patjetër nuk pres që të kenë dashurinë siç kanë për vajzën e vet, ta kenë për nusën, kjo kuptohet. Për mua e rëndësishme ishte bashorti im dhe unë bashortin domethënë dhe sot e kësaj dite kam shumë të mirë. I vetmja gjë domethënë që ka bërë mirë babi im ka qenë bashorti që kam sot. Megjithatë, kur ti nise jetën tënde si grua, edhe pse akoma në moshë ishe fëmijë, nuk ishe kryer akoma ciklin e jetës tënde, nuk ishe shkolluar, nuk ishe realizuar ëndrat e tua. Çfarë ndodhi me ty mbas martesës? Unë la shkollën për gjys. Isha vetëm 16 vjeç. Duhet të bëheshin dokumentat që unë t'ikja jashtë, ku jam sot. Po. Pastaj, kur erdha nga Greqi, u bëra me fëmijë 19 vjeç dhe besoj që unë jam rritur dhe unë i kam gocat binjake. Unë jam rritur me gocat e mia dhe janë shoqet e mia më të ngushta. Jeta në martesë qëndroi brenda mureve të shtëpisë apo çfarë ndodhi me ty? Unë kam qenë një njeri mbyllur me fëmijë brenda në shtëpi, me 2 pleqë në shtëpi, me 2 fëmijë të vegjël, me bashortin. Domethënë jeta normale e një femre që rri në shtëpi. Pra je kujdesur për fëmijët, për prindit e bashortit? Jam kujdesur për të gjithë, për të gjithë. Po ëndrat e tua, për ato kush kujdesej? Unë nuk di, nuk kam pasur ëndra. Nëse ne kemi jetuar gjithë jetës time, unë kam jetuar derisa isha te shtëpia e mamit me frikën për të mbijetuar. E gjithë gjëja ishte a do gdhi nesër, dhe unë nuk e di fare se çfarë janë ëndrat.